Kryeministri VMRO të PMN-s Kristian Mickoski nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Në një intervistë përveçër, Mickoski thotë se qeveria teknike duhet të formohet në shkurt, kurse zgjedhjet e parakohshme të mbahen në pjesën e dytë të muajit maj. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi siguron qytetarët e cilët kursejnë dhe përdorin energjinë elektrike në mënyrë të arsyeshme se nga 1 janari nuk do të kenë rritje të faturave të energjisë elektrike. Në Prishtinë ka optimizëm për arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë. Qytetarët kërkojnë nga qeveria Kurti që të bëjë kujdes në procesin e dialogut dhe të shqyrtojë mirë kërkesat e Beogradit. 2 vite pas largimit nga Bashkimi Evropian, pothuajse 2/3 e britanikëve do të mbështesin referendum të ri për t'u bashkuar sërish në familjen evropiane. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, pa takohemi për edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Ajri i ndotur dhe mjegulla kanë shtyrë shumë qytetarë të dalin në malin Vodno, e sidomos më të moshuarit, ndërsa kjo periudhë ka mbushur edhe klinikën e pulmologjisë, ku shumë qytetarë janë ankuar për vështirësi në frymarrje. Detajet se si ka qenë shkupi sot i sjell kronika e përgatitur nga kolegja Arbana Qerimi Klimenta. Me bastunin e tij gjyshi traqe çdo mëngjes ngjitet të malin Vodno. Shëtitja i ndihmon për shëndetin, por jo edhe kur ajri është i ndotur. Sipas tij, ndërtimet e shumta kanë ndikuar që ajri në vend të jetë kancerogjen. Nuk e kam vështirë të vi. Fëmijët më thonë që të më sjellin me veturë, por unë nuk dua. Ajri është i ndotur për shkak ndërtimeve të shumta në Shkup. Nuk ka se si qarkullon ajri në Shkup. Ndërtesë mbi ndërtesë. Lumi Vardar është e shterur. Askush nuk dëgjon për ndërtimet e shumta që po bëhen. E shumë qytetarë kishin ardhur në Vodno për të shqetitur. Por ndotja e ajrit ka vështirësuar gjendje shëndetësore të pacientëve që kanë problem me sistemin respirator. Numri i pacientëve të hospitalizuar në repartin e pulmologjisë është rritur dukshëm ditëve të fundit. Shumica e pacientëve ankohen për vështirësi në frymarrje. Maqedonia veri u të renditet ndër vendet e para në botë sa i përket të ajrit të ndotur. E për këtë shkak shumë qytetarë kanë vendosur që të vinë në malin Vodno për të thitur pak ajër të pastër. Ndërkaq ajo që është alarmante është se është rritur numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë në spitalin e pulmologjisë për shkak ajrit të ndotur. Sipas të dhënave të sistemit shtetëror të monitorimit të cilësisë së ajrit të ambientit, përqendrimet mesatare ditore të grimcave të pezulluara PM10 janë nën kufirin e përcaktuar të alarmit e për këtë shkak janë ndërprer masat për Manastirin dhe Tetovën. Mjegulla ka shkaktuar kaos në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, por edhe përkundër mjegullës, sot në mëngjes fluturuan 6 aeroplan. E për shkak të mjegullës dendur në aeroportin e Shkupit nga ora 20 e mbrëmjes djeshme deri në orën 9 të mëngjesit të sotëm janë anuluar 10 fluturime, ndërsa 3 janë riorientuar, njoftojnë nga TAV Maqedoni, nga ku theksojnë se pas orës 9 nuk ka pasur fluturime të anuluara. Sipas rregullave transportuese ajrore për situata të këtilla, TAV Maqedoni thekson se kanë organizuar transport dhe akomodim në hotel për udhëtarët në këto fluturime. Nga TAV theksojnë se nëse pasagerët duan të dinë të drejtat e tyre si udhëtar, madje edhe në këto raste udhëzohen të kontaktojnë Agjencinë e Aviacionit Civil. E nga ana tjetër, në Europë nuk është problem mjegulla sa janë ditët e ngrohta për këtë periudhë të vitit. Temperaturat e pazakonta të larta për fillimin e muajit janar kanë lënë pabor një numër të madh të qendrave dimrore të skijimit. Në pistat e skijimit nëpër Europë gjelbëron bari. Mungesa e borës tashmë ka shkaktuar kokëdhëmbje operatorëve të qendrave të skijimit. Në Alpe dhe në masive tjera malore, ndërsa i ka kthyer edhe miliona turistë të cilët zakonisht i vizitojnë vendet e njohura dhe sportet dimërore në këtë periudhë të vitit. Mbulimi i pistave me borë artificiale nuk është i mjaftueshëm për adhuruesit e zonave të bardha malore, sepse përreth shohin vetëm shkëmbind, gjelbërim ose baltën. Në pamje të këtill kanë hasur vizitorët në Innsbruck, në Austri, Villar sur Olon dhe Kran Montana në Zvicër, por edhe qendra gjermane të skijimit.
Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve të borës krijojnë shqetësime dhe në aspekte të ndryshme klimatike. Në një rajon të madh, duke filluar nga Franca deri në Poloni, miliona njerëz ditët i kalojnë në mangë të shkurtra me temperatura dyshifrore, të cilët diku janë ngritur deri në 20 gradë. Si për shembull, në Gjermaninë qendrore, shërbimet meteorologjike zvitrane kanë shënuar ditët më të ngrohta që kur ka filluar matja, ndërsa stacioni meteorologjik Delemon në malin Zhura, përgjatë kufirit me Francën ka vërejtur temperaturën rekorde prej 18.1 gradë Celsius në ditët e para të këtij viti. Në blogun e tij, Mateo Suis ka bërë shaka. Këtë vit kalimi në vitin e ri mund t'ju bëjë të harroni se kjo ndodh në dimër. Viti i kaluar 2022 sipas të gjitha regjistrave, konsiderohet viti më i ngrohtë në Zvicër, në Francë, por edhe në vende të tjera. Sipas Organizatës Botërore Meteorologjike, në kuadër të Kombeve të Bashkuara, 8 vitet e kaluara janë në rrugë të jenë periudha 8 vjeçare më e ngrohtë, që kur kanë filluar të maten temperaturat në botë. Ngjashëm është edhe në Maqedoninë e Veriut, vetëm se nuk vëret në pjesën më të madhe të qyteteve për shkak të mjegullës. Moti mbi mjegulla në vitin 2023 në shumë vende duke përfshirë edhe zonat malore. Gjithashtu, ishte me temperatura dyshifrore. Kreu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski është i bindur se me këtë qeveri nuk ka të ardhme europiane. Në një intervistë dhënë për gazetën Maqedonase Veçer, kreu opozitar thotë se ardhmja europiane e vendit është e mundur vetëm me zgjedhje të shpejta të parakoshme që do të mund të mbaheshin në pranverë. Kreu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Në një intervistë për Veçer, Mickovski thotë se qeveria teknike duhet të formohet në shkurt, kurse zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbahen në pjesën e dytë të muajit maj. Mendoj se ky skenar duhet të zgjidhet më së voni në janar për zgjedhje të mundshme të parakoshme parlamentare. Nëse më pyesni pse, sepse e vlerësoj që zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të bëhen diku në maj, pra në këtë pranverë. Që kjo të ndodh, duhet të ketë një konsensus politik dhe social në janar, ndërsa në shkurt, qeveri teknike, atje diku në mes të shkurtit, pastaj hym në 2 periudha që lidhen me festat kryesore fetare, pra Ramazani dhe Pashkët. Sipas Mickovskit, zgjedhjet e parakoshme nuk i konvenojnë BDI-s, pasi sipas tij mënyra se si funksionon në qeveri kjo parti nuk do të ekzistojë më. E dikujt nuk i konvenon më shumë është Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse kryesia e kësaj partie është e vetëdijshme se kjo situatë në të cilën funksionojnë në qeveri nuk do të ekzistojë më. Sot, LSDM është subjekt komplet i BDI-s dhe i politikave të BDI-s. I pyetur se a do të jetë 2030 vit ku Republika e Maqedonisë së Veriut do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, Mickovski thotë se me këtë qeveri aktuale nuk ka të ardhme europiane. Sipas tij, e ardhmja europiane është e mundur me zgjedhje të shpejta të parakoshme parlamentare këtë pranverë, fituese të cilëve, siç thot Mickovski, do të jetë partia që ai drejton, ku me një plan të qartë, me një strategji dhe vizion, viti 2030 nuk është një vit i paritshëm. Anvisrit nga 1 janari nuk do të kenë rritje të faturave të energjisë elektrike. Lajmin e bën të ditur zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi, por nga ana tjetër, nga mesnata do të ketë rritje të çmimeve të derivateve të naftës. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi siguron qytetarët të cilët kursejnë dhe përdorin energji elektrike në mënyrë të arsyeshme se nga 1 janari nuk do të ketë rritje të faturave të energjisë elektrike. Sipas tij, mbi 99% janë brenda kornizës së bllokut të parë dhe të dytë të konsumit të energjisë elektrike, ku do të ketë ose ulje të lehtë ose rritje të parëndësishme të faturave të energjisë elektrike. Nga 1 janari nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike, megjithëse do të rimbursojmë 10% të shumës së TVSH-s. Është siguruar gaz për ngrohjen e banesave me energji termike. Të gjitha kapacitetet prodhuese të vendit janë duke punuar me kapacitet të plot dhe ne prodhojmë mjaftueshëm energji nga objektet vendase. Riniset bloku i 3 i Rek Manastirit. Investimi në burimet e rinovueshme të energjisë është të përshpejtuar. Përndryshe, gjatë vitit që lam pas, qeveria subvencionoi çdo familje me rreth 20.000 denar për faturat e rrymës elektrike si rrjedhoj e krizës ekonomike dhe energjetike. Dyqanet me zanate të vjetra në çarshi të Shkupit dita ditës po mbyllën. Zejtarët kërkojnë mbështetje nga shteti shkaku i faturave të larta të energjisë elektrike.
Kronikën në vazhdim me të gjitha detajet e sjell kolegu Avni Tahiri. Mjeshtër në Hati është gjenerata e 4 që ka trashëguar zanati si farkëtar. Se bashku me zanatin e tij, ka trashëguar edhe dyqanin që sot e kishte hapur vetëm për ta pastruar. Me krenari kujton kohën që dikur në ditë pazari në çarshit e Shkupit, në dyqanin e tij pritni radh për të bler veglat e punës që së bashku me babain e tij ai prodhonte. Dikur ka pasur shumë punë, sillnin sapat për të rregulluar, plugje, shata, por tani gjithçka është e mekanizuar. Përpara fshatarët punonin me shat, por tani askush nuk gërmon me shat. Nehati shton se me rritjen e faturave të energjisë elektrike dhe konkurrencën e treg me produktet e lira, do të detyrohet që një ditë të mbyll dyqanin nëse shteti nuk i ndihmon zejtarët e çarshis. Nuk bëjnë më porosi si më parë, tani kemi punë vetëm me riparim. Nëse ndonjë vjen me sapat për të riparuar, tani më janë edhe produktet kineze, edhe pse nuk kanë kualitet, njerëzit gënjejnë i blejnë. E ne ta bëjmë nuk kemi llogari, vetëm të mbijetojmë, por jo të jetojmë me këtë punë. Më herët kishte punë, por tani më jo. Duhet që shteti të na lirojë nga tatimet, të na subvencionojë që të mbijetojë ky zanat. Pas Nehatit, ky zanat i trashëguar nga stërgjyshi nuk ka dhe pasardhes, sepse djali i tij ka zgjedhur të studiojë mjekësinë. Po, është zanat i trashëguar nga stërgjyshi, gjyshi, babai dhe unë jam trashëgimtari i fundit. Kam djalë, por nuk do t'ja sugjeroja të merret me këtë zanat, sepse është i rëndë, ndër zanatet më të rënda është ky zanat. Po, siç duket do të mbyllet, sepse nuk ka kush ta trashëgoj. E me të njëjtat probleme ballafaqohen edhe shumica e zanatlive të çarshisë së Shkupit. Nëse dikur dëgjoi zhurma nga duart e arta të zejtarëve të ndryshëm, sot ka vetëm rrugë të heshtura dhe dyqane të mbyllura. Do të ndalemi nga zhvillimet në Kosovë dhe veçojmë në një njoftim në rrjetet sociale. KFOR-i ka bërë me dije se po punon për të hequr automjetet e fundit që ishin vendosur nga serbët në veri të Kosovës në shenjë proteste pas arrestimit të ish policit Dejan Pantić. Misioni i paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, po punon për të hequr automjetet e fundit që ishin vendosur nga serbët për të bllokuar rrugët në veri të vendit. Në njoftimin e KFOR-it në rrjetet sociale thuhet se operacioni për largimin e automjeteve të bllokuara në rrugë po bëhet për të rikthyer lirinë e lëvizjes në atë zonë. Për 20 ditë me radhë, në dhjetor të vitit 2022, në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe u vendosën barikada në rrugët që çojnë drejt pikave kufitare Kosovë-Serbi. Barikadat u vendosën në shenjë pakënaqësie me arrestimin e ish polici serb të Kosovës, i cili sipas autoriteteve kosovare dyshohet për organizimin e një sulmi ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Por serbët vendosën të hiqnin barikadat pasi ish polici serb Dejan Pantić ju ndryshua masa e sigurisë nga paraburgim në arrest shtëpie. Në Prishtinë ka optimizëm për arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë. Qytetarët kërkojnë nga qeveria Kurti që të bëjë kujdes në procesin e dialogut dhe të shqyrtojë mirë kërkesat e Beogradit zyrtar. Ka gjasa që Kosova dhe Serbia të arrijnë këtë vit marrëveshjen përfundimtare. Në lidhje me këtë çështje ka optimizëm në Prishtinë, ndërsa qytetarët kërkojnë nga qeveria që të bëjë kujdes në procesin e dialogut. Kryes, kako shkona i fara, i ka botëna, a ki po propaganda ty, propaganda me ato, me barikada, me këto nuk shkon mo. A i do, po, ma keqe që miqt vjetër të Evropës jonë, Shërbia. E në bonarët vjetër, edhe mos me pijoj, nuk pështynë. Pasi me spendimin tem, jo do të më kry, po është momenti i fundit, jo do të më kry. Ka ardhë, po është situata edhe politike, edhe kanë marrë me masë seriositet që duhet më krye kjo si vjetë duhet më krye. Se 20 vjetë me nejtë me këtë tension është e pasqëndrueshme. Për që sholla më rëzot në 2023, në animon zëti, në animon dhe inshallah në të rëtën Evropa. Së është këtë punët të Evropa është.
që në të rëtën edhe herë Evropa, mo në e këna lodë jurë. E Serbia në ka qara pa të njëftuhe, se s'ka ka shka në e, s'ka ka jaman. Serbia në e njohën fort mirë që është ka kërkesa. Nëse shojmë pe, ajo kërkon prakt diçka dhe ma tepër. E duhet më pas kujdes politikaj tonë, kur t'hin dialog me ta. Pasheqjes së barikadave në veri të Kosovës, përfaqësues të Bashkimit Evropian i ftuan palët që të vijojnë procesin e dialogut, duke kërkuar arritjen e një marrëveshje finale. Presidenti bulgar Rumen Radev në kërkim të kryeministrit të ri sot ja ka dorëzuar mandatin për formimin e qeverisë së re Nikolaj Denkovit, akademik i propozuar nga partia Vazhdojmë me ndryshimet. Që të marrë dritje Shile Denkovi do t'i nevojitet të mbështetje shumicës së deputetëve në Kuvendin Popullor Bullgar me 240 ulëse. Vazhdojmë me ndryshimet. Partia ish kryeministrit Kiril Petkov, këtë herë për mandatar për formimin e kabinetit qeveritar, e nominon akademikun Nikolaj Denkov. Dosin si kryeministri i ri potencial sot Denkovi e pranoi nga presidenti Rumen Radev. Përpjekja e tij e dytë, pasi muajin e kaluar Kuvendi Popullor nuk e dha mbështetjen mandatarit të partisë GERB, Nikolaj Garbrovski. Prioritet të Denkovit janë ekonomia, siguria kombëtare dhe sundimi i së drejtës, siguria energjetike dhe ulja e dallimeve në shoqëri. Prioritetet themelore janë 4 dhe janë të formuluara që t'i bashkojnë të gjitha fuqitë politike dhe qytetarët që ato i përfaqësojnë. Këto janë qëllimet reale për vitin 2023. Bullgaria në periudhë prej 2 vitesh organizoi 4 zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, por nëse edhe Denkovi nuk siguron shumicën në kuvend, nuk përjashtohet edhe rrethi i 5 i votimeve. Spektri politik në vend është i ndarë në raport me shumë çështje, në mesin e të cilave në raport të përcaktimit drejt perëndimit ose drejt Rusisë, përkatësisht në lidhje me mbështetjen dhe ndihmën për Ukrainën dhe agresionin rus në vend. Çështjet për marrëdhënien me Maqedoninë e Veriut Denkovi nuk i përmendi në mesin e temave për të cilën foli sot para gazetarëve, pasi e mori mandatin nga presidenti Radev. E para se të ndajemi, shohim edhe një herë bashkë tituj që shënuan ditën e sotme. Kreu i VMRO të PMN-s Kristian Mickoski nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Në një intervistë për Veçel, Mickoski thotë se qeveria teknike duhet të formohet në shkurt, kurse zgjedhjet e parakohshme të mbahen në pjesën e dytë të muajit maj. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi siguron qytetarët e cilët kursejnë dhe përdorin energjinë elektrike në mënyrë të arsyeshme se nga 1 janari nuk do të kenë rritje të faturave të energjisë elektrike. Në Prishtinë ka optimizëm për arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë. Qytetarët kërkojnë nga qeveria Kurti që të bëjë kujdes në procesin e dialogut dhe të shqyrtojë mirë kërkesat e Beogradit. 2 vite pas largimit nga Bashkimi Evropian, pothuajse 2/3 e britanikëve do të mbështesin referendum të ri për t'u bashkuar sërish në familjen evropiane. Ju falenderit për vëmendjen. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Klan Maqedoni. Natën e mirë.